Sepse mua në praktikën ligjore është vështirë të gjesh që në ligj një pikë që nëse në një vend ndodh kështu, ne në Shqipëri duhet bëjmë kështu, në një ligj. Si mund të shkruash një ligj ku thuhet se kemi varësi të çfarë ndodh Greqia? Ratifikon marrëveshje ndërshtetërore. Nëse do kishim bërë një marrëveshje me Shqipëri. Se ti s'ke një marrëveshje me Greqinë, ti nuk e di çfarë do bëj Greqia. Dhe pse është detyruar Greqia të thotë se çka vendosur në ajo me tapin? S'ta thotë, se detyron ligj, s'është detyrues për Greqinë. S'është marrëveshje për bashkët. Pra, këtu po nuk ju duket i çuditshëm ky ligj juve? Çuditëra ka shumë tek ne, po kjo për mua, kjo është e ka mbyllur derën, askujt mbrapa të kërkoj çështje specifike financiare. Që mund të jetë përfitime të një natyre. Do me thënë, se del tapi, ke një ligj, e kuptoj. Tapin nuk të merr gjë përsi. Të del tapi dhe të thotë, më fal, çka keni që po merrni në përgoj? Është ligji juaj ky? Po. Që e ka mbyllur në këtë mënyrë unë me ata. Ke kërkuar këto thotë për shtetin lokal, për rrugët, për këto e kanë plotësuar.